Prokurorët grek kanë nisur të marrin në pyetje 53 persona të arrestuar pak ditë më parë në shtetin Fqinj. Të arrestuarit ishin pjesë e 4 bandave kriminale që merreshin me pastrim me parash, mashtrime, shantazhe, por mbi gjitha edhe me trukimin e ndeshjeve të ekipeve greke dhe atyre europiane, mes të cilave nga përgjimet rezultonte se edhe ndeshjet e kombëtarëve të Shqipërisë dhe Slovakisë mund të ishin trukuar nga këto banda. Një nga personat më të rëndësishëm të arrestuar ishte Markos Karamberis, vëllai i ish presidentit të klubit të Arisit të Selanikut, i cili gjithashtu është akuzuar kohët e fundit për trukime ndeshjesh. Në dëshminë e tij të parë të dhënë përpara prokurorëve grek mbi veprimtarinë e bandave kriminale, Markos Karamberis nuk e ka përmendur në asnjë moment kombëtarën shqiptare të futbollit, si dhe trajnerin Josip Kuzhe, ndryshe nga çfarë ishte zbuluar nga përgjigje telefonike, ku Karamberis siguroi në telefon nga një tjetër person i mbiquajtur portugezi se duhet të vendosnin baste për ndeshjet miqësore të Shqipërisë kundër Argjentinës dhe Malit të Zi. Unë jam i sëmur pas kumarit. Mund të kem fituar 5 milion euro nga ky lloj biznesi, por nuk e keni idenë se sa kam humbur. Ishin këto fjalët e para të Karamberis për prokurorinë greke. Pavarësisht se Markos Karamberis nuk ka zbuluar asgjë rreth çështjes së kombëtares shqiptare, mediat greke kanë paralajmëruar faktin se të tjera gjëra interesante do të dalin në skenë sa i takon veprimtarisë së të arrestuarve mbi trukimin e ndeshjeve të klubeve dhe ekipeve kombëtare, sidomos në Ballkan. Më së shumti pasi të zbulohet identiteti i atij që nga përgjigjet telefonike njihet me nofkën portugezi.